Që nga Ramazani është, thotë më ka ardhur një dëshirë shumë e madhe për të mbuluar, mashallah, shumë mirë. Dhe do të marrë mendime dhe mbulova. Mirë, po kjo ka sjell tension me prindërit e mi. Ata mendojnë se ky vendim vjen nga izolimi, pasi për momentin jam pa punë dhe po përgatitem të nis një kurs në qershor për të hapur një biznes timin. Më thonë që nuk është pjesë e traditës sonë të mbulohemi si arab. Dhe kjo më dhem shumë. E po, të mbulohesh e të arrish kënaqësinë e Allahut, e të jesh kaq mirë ke Zoti, ti mos mendon se kjo do të kalojë me duar trokitje. Ti mos mendon se njerëzit do të thonë bravo i qoftë, bravo i qoftë. Sa e devotshme, sa e përkushtuar. Normale që do të sprovohesh. Ka thënë Zoti në Kur'an, hasiben nasu yutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A mos vallë menduan njerëzit se do të thonë besuam dhe nuk do të vejnë në provë? Ti mendon se do të vendosësh hijabin dhe ky brez që ka dalë nga komunizmi do të duar trokasi dhe do të thotë bravo të qoftë, vallai nuk ndodh kurrë për Zotin. Përveç se janë njerëz me logjik. Përveç se nëse janë njerëz me logjik, po që njerëz me logjik thonë, si të ndihesh ti më mirë bija ime. E nëse janë njerëz të injektuar nga komunizmi, kanë këto muhabete si po të bëjnë ty.